Shkollat nëntëvjeçare Beslidja në Lezhë, Ismail Qemali në Shkodër, Bajram Curi në Kukës dhe shkolla numër 3 në Laç janë 4 institucionet arsimore që do të përfaqësojnë drejtorinë rajonale të arsimit parauniversitar Lezhë në finalen e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe. Ceremonia e shpalljes së fituesve u organizua në Lezhë në një aktivitet ku u vlerësua përkushtimin nxënësve dhe mësuesve në promovimin e përdorimit të saktë dhe të pasur të gjuhës shqipe. Kanë spikatur talent të jashtëzakonshëm, jo vetëm në interpretim, por edhe në prezantimin e projekteve të cilët janë shumë breslëndësi. Qëllimi dhe mesazhi që neve duan të përcjellim nëpërmjet këtij konkursi është realisht nxënësit tanë të edukohen me dashurinë për të bukurën, për të lirën dhe për të pastër gjuhën tonë shqipe. Në edicionin e 4 të këtij konkursi morën pjesë 114 shkolla dhe 670 nxënës nga 10 zyra arsimore që përfshihen në jurisdiksionin e drejtorisë rajonale e cila mbulon qarqet e Shkodrës, Kukësit dhe Lezhës.